Ashtu si ju thash, sot do shikojmë faqet e para të këtij librit praktik për instalimet industriale së bashku dhe shpresojmë në videot në vijim vazhdojmë deri nga fundi pra çdo gjë që ka këtu. Dhe pikërisht faqet e para pra të këtij materiali bëjnë fjalë pikërisht për pjesën e push button ose momentary switch, pra që është ky butoni start që e njohim në ndryshe që përdoret për nisjen e një motorri të caktuar, kemi butonin stop që është në C, kemi dhe këto llambat e sinjalit të cilat do t'i shpjegojmë le të themi si janë paraqitura këtu te ky materiali dhe pikë pari për sa i përket butonit start, ky në kushte normale, pra ka dy vida në kushte normale, ky është i hapur dhe kur vije shtypun këtu butonin, mbyllet kontakti këtu dhe energjizohet, kurse stopi është e kundërt. Në kushte normale kontakti brenda, prandaj quhet NC normally closed, është i mbyllur dhe kur unë vije shtyp stopin, hapet kontakti dhe fiket le të themi outputi. Kurse po pat llamba ose këtë simbolin këtu që është X1, X2, i referohemi kësaj llambës së sinjalit. Mund të jetë e kuqe, mund të jetë jeshile, pak rëndësi ka. Dhe pikërisht, pra ja skemën e lidhjes të startit dhe të stopit që e kemi këtu, do ta shikojmë bashkë dhe ta shikojmë na funksionon apo jo. Ndiqeni pak videon me shpejtësi. Tani e lidha skemën, një lloj si te pjesa materialit e librit. Këtu kam butonin në startin, që në momentin që unë e shtyp, po ta shikoni, drita u ndes kjo llamba e sinjalit. Po ta heq gishtin, fiket. Dhe e njëjta gjë ndodh me stopin. Stopi në kushte normale është drita e ndezur, kur e shtyp stopin, fiket. Ja ta shikojmë edhe stopin. Tani, do të shikoni, drita është e ndezur kjo llamba e sinjalit. Pse se unë këtu kam butonin stop normally closed dhe kur vije shtyp e shikojmë që fiket. Pra, këto janë dy butonat ose këto skemat që pam këtu i kemi të shpjeguara te ky materiali, le të themi në këtë lloj forme që shikoni dhe në foto këtu bashkangjitur pak më qartë. Pra, kjo skema është kur kishim butonin start dhe kjo është kjo që kemi këtu tani me butonin stop. Pra, në kushte normale, pra drita këtu është e ndezur dhe kur e shtyp drita tek materiali fiket. Pra, si e kemi këtu që e pam tani bashkë. Normalisht, në faqet e ardhshme do shikojmë elementet e tjerë, sensorët, çelësat selektiv, le të themi lëshuesit, kontaktorët, e gjitha me radhë. Nëse ju pëlqeu kjo video, pse jo të mos i bëni një like dhe një follow dhe shihemi në videon e radhës.